Festa e Kurban Bajramit në Vlorë është zhvilluar sot. Ceremonia e faljes së namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia ka filluar në orën 6:30 me lexim të Kuranit, më pas me ligjërata dhe në orën 7 me faljen. Me qindra besimtar kanë qenë të pranishëm në ambientet e pallatit të sportit të Vlorës, për shkak se xhamia e Vlorës është e mbyllur që pas përmbytjes. Falja është drejtuar nga muftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku. Ai ka uruar besimtarët në këtë ditë dhe ka bërë mesazh për paqe kudo në botë, mos të ketë luftë, mos të ketë vrasje të fëmijëve të vegjël e të pafajshëm. Këto vitet e fundit e presim me padurim sepse kemi filluar të takojmë njëri tjetrin vetëm për festa. Kemi filluar të kujtojmë fëmijët tanë vetëm për festa. Do kisha dashur prej Zotit të gjithësisë që këto festa të paktën të kishin një herë në muaj, që të bëjnë një sebeb të takojmë njëri tjetrin. Vëllezër dhe motra, qëllimi i kurbanit është të afrohemi me Zotin e gjithësisë. Por nëse ne nuk dimë të afrohemi me njëri tjetrin, nëse nuk dimë të kuptojmë njëri tjetrin, nuk kemi për ta kuptuar Zotin kur dhe nuk kemi për të afruar asnjëherë të ai. Neve Zoti na ka krijuar njerëz, na ka dalluar nga krijesat e tjera duke na dhënuar mendjen dhe logjikën. Ne jemi krijesa të cilat orientohemi nëpërmjet mendjes tonë, besimit tonë. Në faljen e namazit të Kurban Bajramit kanë marrë pjesë jo vetëm qytetarë vlonjat, por dhe të huaj që punojnë dhe jetojnë në Vlorë, por dhe turistë që kanë ardhur në qytet këto ditë.